Ka filluar të skulptoroj këto dy punime si pasionant dhe adhurues i skulpturës e Alban Bogjovi në pandemi filloi të provoj talentin e tij në art. Albani thotë se skulpturën e ka dashur gjithmonë edhe pse nuk është i shkolluar në këtë fushë. Unë kom fillu në 2020 gjatë pandemisë, kur u bë mbyllja tërësishme e pandemisë, domethënë mbyllja tërësishme e biznesit, aty fillova unë ta eksperimentoj veten me disa figura të vogla, miniatur, të cilin i realizova të gjitha mirë, thash pse jo t'i provoj edhe me disa të mëdhaja. E provova me këto të mëdhaja, të mirë ka shku, preja se dite tash tutje unë vazhdoj me të mëdhaja. Edhe më shumë ti që më shkon për më shumë ti më flen hatër me bo figura të mëdhaja. Bogjovi thotë se kur filloi të bëjë skulpturën e parë, nuk e kishte menduar që do të bëhet profesioni i tij të cilin e bën çdo ditë. Nuk e kom pritur, unë ja kom nis kjo e ka nis dyqysh si natyrshëm. Do thonë, fillova me disa të vogla, ekspozo, postone në rrjetet sociale, aty pëlqime, interesime, edhe nuk e kom ditë që mund ta marr dhe këtë gjendje këtu tash ku jam. Skulptori autodidakt tani bën skulptura të ndryshme dhe ka kërkesa të shumta nga të gjitha komunat e Kosovës. E lypin diçka që se ka dikush. Më shumë ti biznes të thonë ma bëni figurë që nuk e ka dikush, nuk kam qef mi pa dika. Kum bo gjitha llojet, më thonë. Kum bo prej kafshëve, flamingo, kum bo leleka, gjirafa, besa kum provu edhe me interier. Edhe me interier të brendshëm ka shku mirë dhe aty, i kum bo disa, po nuk kum vazhdu ma shumë me interier, puna vendit se hapësirën e ka minimale këtu. Nuk e kam që madhe, se kjo skulptura, si piknisje duhet më konë në hapësira më konë e madhe. 30 prilli në gjithë botën njihet si dita botërore e skulpturës dhe është caktuar për qëllim ndërgjegjësimin dhe vlerësimin e skulptorëve dhe të këtij arti.